Angela Mehmeti ishte një nga largimet me peshë të Skënderbeut në volejboll për femra gjatë kësaj merkatoje vere. 20 vjeçaria, e cila ishte një nga lojtaret më të dalluara për ekipin Bardekuq në 2 sezonet e fundit, zgjodhi ta vazhdojë karrierën e saj te ekipi Pogradecit. Në një intervistë për të Shëkorçën, Mehmeti ka treguar arsyet e kësaj lëvizje, duke u shprehur se kishte ardhur momenti për një aventurë të re. Kjo zgjedhje është bërë për arsye sepse unë kam kërkuar që të shkoj diku për çështje eksperience. Plus kam arsye të tjera që kam shkuar te Pogradeci, janë arsye personale, familjare e të gjitha të tjerat. Arsye të tjera janë edhe sepse është duke u ndërtuar një ekip shumë i mirë për si vit, edhe trajneri. Mosha e saj mjaft e re bën që ëndrat për Angela Mehmetin të jenë të mëdha dhe këtë e pohon vetë sportistja e cila tregon ambicjet që ka në të ardhmen. Synimet e mia dhe qëllimet e mia për karrierën time si volejbolliste janë që shumë shpejt ose mbas një viti, mbas 2 vitesh, kur t'jetë kismet, dua të largohem jashtë. Dua të luaj me ekipet jashtë edhe pse jo të jem një lojtare kampione në botë. Angela Mehmeti u shpall volejbollistja më e mirë e qarkut Korç për vitin 2024 në mbrëmjen nga Lata organizuar nga RT Shëkorça, duke treguar se është një sportiste me të ardhme dhe që premton shumë.